kjo është deputeti Termet Peçi që ka zgjedhur të dalë nga hyrja kryesore e Kuvendit të Shqipërisë. Nuk na përfaqësoni! Nuk na përfaqësoni! Nuk na përfaqësoni! Nuk na përfaqësoni! Nuk na Ramapur Berishapur! Ramapur Berishapur! Ramapur Berishapur! Ramapur Berishapur! Hajdutë kriminela! Hajdutë! Parlament analfabet! Parlament analfabet! Nuk na përfaqësoni! Nuk na përfaqësoni! Nuk na përfaqësoni! Oj vina, hajde kapim qjerë se maru. Se i lejoni që t'bini, në mënyrë intare. Kemi dalë kohë në këtu. Ndërkohë ka përplasje. Ka përplasjes mes policisë dhe qytetarëve. Broni plafar, broni poshtë. Ka përplasje të nderuar shikues të Vik Magazin, ka dhe policisë të shtetit. Vetëm ju hapini çiçi, pa dëruar shepikujem, në çopë si. Lama jepe dore! Apo media, apo kanoma. Lama jepe dore! Lama jepe dore!
Qa në dhe? A ka tru me konatve? Me konatve? Pa ka i zilin puntash me konatve. Hajde djate se ka t'jo koshi në kama! Parlament i kosh! 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 Parlament analfabet! Parlament analfabet! Parlament analfabet! Jo provokime! Jo provokime! Jo provokime! Jo provokime! Jo provokime! Hadi para partizan! Dhe kë protestuesit kanë vendosur, më kanë mbyll këto dalje që nxjerrin nga kanali. Nga ku vjen. Presin aty? Jo, vetë thjesht I kanë mbyll si dalje. Ndërkohë që protestuesit kanë mbyllur të gjitha daljet që të nxjerrin nga Kuvendi I Shqipërisë, ku të paktën 4 dalje janë që të nxjerrin nga Kuvendi I Shqipërisë, 2 dalje janë tek zona e njohur si Kala e Tiranës dhe një dalje është dalja kryesore dhe pastaj një është në anë të Akademisë së Shkencave. Ndërkohë që protestuesit turma më e madhe është vendosur në anë të
Akademisë së Shkencave.